asnjë mjekim, ka dalë nga spitali, thot Eltoni Liriani, parë marrë mjekimet, nuk ka një kartë identiteti për ta ndihmuar nga ana administrative edhe në spital, ato e kërkojnë. Por ajo që na bëri përshtypje është pikërisht se Parashja e di shumë mirë që ka 11 muaj që këto 11 muaj pra që jeta e saj ka ndryshuar, sepse pikërisht në një letër shumë prekse që ajo ka postuar në Facebook me emrin Parashevi Simaku, dalloi pikërisht 11 muaj që flet dhe Parashja duke nisur letrën e saj djalit të saj. Luk, biri im, më dhëm çdo ditë kur nuk të kam pranë, ka kaluar 11 muaj që nuk të kam parë dhe kjo erdhi pas gati një dekade që nuk jemi pranë me njëri tjetrin. Çdo ditë pa ty është një plag që nuk shërohet. Rrethana na ndan, jo dashuria. E nis letrën Parashevi Simaku, një letër shumë prekse të një nëne me shumë probleme, por që nuk e harron asnjëherë dashurinë për djalin e saj, pavarësisht se ai erdhi e takoi e përqafoi mbasi u lajmi, u bë shumë mediatik. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Rrëfimi i Eltoni Lirianit thotë se Parashevi Simaku rrezikon të kthehet aty ku ishte pas 3. Parashevia është në situatë të vështirë sepse ka kaluar 11 muaj dhe nuk ka asnjë lloj përmirësimi. Parashevia është vetme dhe pa ndihmë mjekësore, ajo nuk merr mjekim, doli nga spitali, nuk është mirë. Një njeri që rri gjithë ditën në shtëpi nuk ka motivim, thot Eltoni Liriani, dhe ndër të tjera, ditët e fundit, thot ai, Parashevi Simaku, thot se më ndau inteligjenca artificiale. Ajo është ndar, por nuk e pranon që është ndar. Por çfarë ka ndodhur Parashevi Simakun? Është bërë një GoFundMe para 11 muajsh, janë mbledhur një shumë parash, por ka patur edhe ndihmë, sepse shtëpia është paguar për gati 1 vit nga një biznesmen shqiptar, por me sa duket s'ka don afati sa shtëpie shumë shpejt dhe pikërisht për këtë foli dhe Eltoni Liriani në rrëfimin e tij. Eltoni Liriani shprehu se mendimi i tij është se Parashevis i duhet ndihma e shtetit shqiptar për të filluar një jetë të re në vendlindje. Ai mendon se pikërisht do të jetë Shqipëria vendi që mund ta shërojë Parashevi Simakun, pasi ai thotë se unë mendoj që ndihma ime ka qenë maksimale, duke folur edhe persona që kanë ofruar shtëpi këtu në Kavaj, duke hedhur opsionin e transferimit të Parashevi Simakut në qytetin e lindjes në Kavaj. Ajo që i duhet asaj është ndihma e shtetit shqiptar për të bërë mundur që të shkojë dhe të marrë mjekime, të bëj letrat, të bëj identitetin në Amerikë, të bëj kartën e identitetit në Amerikë, por dhe kartën e identitetit shqiptar, sepse dikush duhet të vijë dhe të merret me këtë zonjë, thotë Eltoni Liriani, duke mbyllur kështu rrëfimin e tij për situatën e Parashevi Simakut. Pse? Sepse në qoftë se ne jemi mësuar që të çojmë të afërmit tan, ndoshta edhe me në thonjza me